Arrestohet ish-presidenti pasi tentoi të heqë byzylukun elektronik. Ish-presidenti brazilian Jair Bolsonaro arrestua këtë të shtunë dhe u dërgua në paraburgim pasi dyshohet se ka tentuar të manipulojë dhe të heqë byzylukun elektronik që kishte në kyçin e këmbës, byzyluk që e mbante në këmbë që prej korikut për shkak të arrestit shtëpiak. Ish-presidenti brazilian u shpall fajtor për komplot për grushteti në shtator dhe u dënua me 27 vite burg, por ai ishte lënë në paraburgim ndërsa procesi i apelimit vijonte. Kreu i gjykatës së lartë, Alexandre de Morales, i cili gjithashtu ka udhëhequr hetimet kundër Bolsonaros, urdhëroi paraburgimin e tij, pa përdorur pranga dhe pa ekspozim publik. Gjyqtari justifikoi vendimin duke theksuar rrezikun e aratisjes. Sipas tij, manipulimi i byzylukut elektronik mund të ishte një përpjekje për t'u larguar, madje duke shfrytëzuar një event organizuar nga djali i Bolsonaros, Flavio, ndërsa pranë ndërtesës së tij, De Moraes vuri në dukje se apartamenti ish-presidentit ndodhej vetëm 13 kilometra larg sektorit jugor të ambasadave në Brazilia, përfshirë edhe misioni diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në distancë që mund të përshkrohet me makinë për rreth 15 minuta. Kjo është hera e parë që Brazili nxjerr një ish udhëheqës në gjyq me akuzën e tentativës për grushteti sipas Corriere della Sera. Gjyqtari e krahasoi ish-presidentin me një bos mafioz, duke e cilësuar si trurin e një komploti të planifikuar para humbjes së tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2022 ndaj rivalit të tij politik. Ai akuzohet se ka planifikuar jo vetëm vrasjen e presidentit Da Silva, por edhe të zëvendës presidentit dhe të vetë gjyqtarit De Moraes.